Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. 575 maturantët lushnjar dhe maturantët në të gjithë vendin ju nënshtruan sot provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Por dolën tezat e gjuhës shqipe dhe letërsisë pak minuta pas fillimit të provimit. 575 maturantët e Lushnjës, ashtu si mira bashkëmoshatarë të tyre në të gjithë vendin, ju nënshtruan këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30 nën masa të rrepta sigurie dhe sipas rregullores së përcaktuar nga Ministria e Arsimit. Autoritetet kishin paralajmëruar ndalimin e telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër që mundëson komunikimin elektronik apo lidhet me inteligjencën artificiale. Po ashtu nuk lejohej përdorimi i materialeve të paautorizuara, kopjimi apo komunikimi mes maturantëve gjatë zhvillimit të testimit, ndërsa çdo shkelje rregullore parashikonte përjashtimin e menjëhershëm nga provimi. Maturantët u paraqitën në qendrat e provimit të pajisur me dokument identifikimi të vlefshëm dhe mjetet e nevojshme shkollore për zhvillimin e tij. Megjithatë, edhe këtë vit, vetëm pak minuta pas nisjes së testimit në rrjetet sociale, u publikuan foto të tezës së provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, konkretisht të variantit B. Ngjarja ka rikthyer debatet mbi sigurinë dhe administrimin e provimeve të maturës shtetërore. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë është testi i dytë i maturës shtetërore 2026. Më 3 qershor, maturantët zhvilluan provimin e gjuhës së huaj, ndërsa në javët në vijim do të vijojnë me provimet e tjera të maturës. Kinematografia është projekti që solli historinë e filmit në skenën e shkollës. Nxënësit e klasës së 8 të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa ndërthurën dijen, muzikën dhe interpretimin artistik. Nxënësit e klasës së 8 të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa kanë zgjedhur projektin Kinematografia për të mbyllur këtë vit shkollor. Përmes materialeve të përgatitura me kujdes, ata treguan historinë e kinematografisë shqiptare dhe asaj botërore, zhvillimin e saj ndër vite, si dhe ndikimin që ajo ka në arsim, kulturë dhe argëtim. Së bashku me mësuesen Julisa Krakulli, nxënësit e nisën prezantimin me kinematografinë shqiptare, e cila përfshin krijimtarinë filmike të zhvilluar në territoret e banuara nga popullsia shqiptare, duke ndalur tek filmat dhe figurat që kanë lënë gjurmë në historinë e ekranit shqiptar. Këtë projekt të mësoj për historinë zhvillimin e saj ndër vite, elementet kryesore dhe mënyrën se si kinematografia ndikon në kulturë, arsim dhe argëtim. Për realizimin e projektit ne kemi saktuar disa objektiva, të cilat janë të mësojmë rreth kinematografisë botërore dhe saj në Shqipëri, të ndërthurim lëndë të ndryshme me kinematografinë, të shfaqim filma me mesazhe kulturore, edukative dhe sociale, dhe gjithashtu të qëllojmë aktivitete kreative dhe bashkëpunuese në grup. Le të mësojmë pak më shumë historikun e kinematografisë. Më pas vëmendja u përqendrua tek kinematografia botërore. Nxënësit sollën fakte dhe kuriozitete mbi zhvillimin e saj, ndërsa nuk lan pa përmendur edhe disa filma të realizuar mbi romanet që studiohen në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, duke treguar lidhjen e ngushtë mes letërsisë dhe artit filmik. Megjithëse historia kryesore mbetet e njëjtë, por voja që do ofron libri dhe filmi nuk është e njëjtë. Në libër gjejmë më shumë hollësi dhe detaje. Autori ndalen më gjatë përshkrimet dhe na ndihmon që të kuptojmë botën e tyre të brendshme. Kurse filmi nga ana tjetër e paraqet ngjarjen më shkurt, bazuar në momentet më të rëndësishme. Ai përmes interpretimit të aktorëve dhe figurave i bën ngjarjen më të gjalla dhe më të lehta për të imagjinuar. Për mua, libri ka avantazhin e thellësisë dhe të detajeve, kurse filmi ka avantazhin e paraqitjes vizuale. Prandaj të dy ndihmojnë për ta kuptuar më mirë veten. Për mendimin tim, libri është më i plotë, kurse filmi është një përshtatje shumë e mirë e cila bëhet për të treguar mesazhin kryesor të veprës. Në përfundim, si libri ashtu edhe filmi tregojnë se në kohë të vështira, librat dhe dashuria njerëzore mund të hapin poshtë dhe shpejt. Atmosfera u bë më artistike nga interpretimi i disa këngëve të njohura të filmave, ku nuk munguan edhe këngët e artistes së madhe lushnjare Vaçezela, të cilat nxënësit i kishin përgatitur në drejtimin e mësuesit të muzikës Benjamin Ademi. Mësuese Julisa shpreu vlerësimin e saj për përkushtimin dhe seriozitetin e treguar nga nxënësit gjatë punës disa mujore për realizimin e këtij projekti. I keni kushtuar gjithë seriozitetin e mundshëm këtij projekti dhe rezultati është dita e sotme. Ju falenderoj shumë vërtet për gjithë përkushtimin, falenderoj drejtorinë e shkollës, falenderoj gjithashtu dhe prindrit tuaj, por falenderimin më të madh ja kushtoj zyshes tuaj të parë kujdestare,
sepse ka kaluar më shumë kohë ajo me ju se sa unë. Faleminderit shumë Anita. Në shenjë mirënjohje dhe falenderimi për mbështetjen e vazhdueshme, nxënësit i dhuruan lule mësueses së tyre. Projekti Kinematografia u ndoq me interes dhe vëmendje nga nxënësit e tjerë të shkollës, mësuesit dhe drejtoria. Banorët e fshatit Vari Bob në Cakran u ngritën sot në protest. Nuk kemi ujë, vjen vetëm një orë në ditë, thanë ata. Mbushim ujë tek burimet e fshatit rreth 3 kilometra larg banesave. Banorët e fshatit Vari Bob në njësinë administrative Cakran kanë protestuar paraditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm në rubinetat e qesmave të tyre. Ata pohojnë se duke filluar nga muaji maj dhe gjithë muajt e verës, prej një dekade veçanërisht 40 familje të lagjes Dautaj nuk furnizohen me ujë të pishëm. Banorët detyrohen të drejtohen burimeve të fshatit rreth 3 kilometra larg banesave të tyre. Jemi 40 familje këtu pa pikë me ujë. Është një ka gjatë për vit këtu, gjithmonë sapin për ari nuk ka ujë. Dhe si ja bënin për të plotësuar nevojat me ujë, me këtë element bazik? Mundohen se vjen nëpër pompat, domethënë ujin e kena Vari Bob, po mendojmë të vjen nëpër pompat me makina, do bëj hashëm benzinën, edhe neve që mundemi dakor, po ka sa të tjerë nuk munden. Nuk e di se bajnë. Është shumë vështirë. Sa larg janë pompat prej këtu? Janë gati një çerekore me makinë. Para një javë erdhi drejtori ujit. Tha që do t'u çojmë na 4 orë, do ta bëjmë 8 orë. As 8 orë u realizua, as 4 orë nuk e kemi. Le të marri dhe patozi, po të marrim edhe neve. Na lidhën andeja dhe të marrim ujit. Kemi ujt pishëm, kemi 35 vjet që po vojmë të njëjtën gjë. Në dimër na vin ujt, këtu janë sa çanë edhe tubot edhe na janë prishur edhe rrugët. Edhe është problem i madh, në behar vujmë 5 muaj pa ujë. Banorët pohojnë gjithashtu se përballë mungesës së ujit janë detyruar të hapin puse, por përpjekjet e deri tanishme kanë qenë të dështuara, pasi thatësira ka bërë që deri në 100 metra thellësi të mos ketë ujë. Ata theksojnë se edhe punimet për ndërtimin e rrjetit ujësjellësit kanë qenë jo cilësore. Se të bëj pusun kur unë e kam ujë të Vari Bob dhe të terë ujë shkon patoset për neve s'njelet as pak. E shelejushme qoj që tokat ne i kthym puse edhe ujë në përpir s'kemi. Neve na ka vënë shkelmi si për ujë, si për rrugët edhe tër dimri, pa u njomën telat edhe drita s'kemi. Do 200 metra këtu që të bësh pus. Nuk e ashtu do. Që të bësh puzit edhe 10 milion lekë mos të ashuja. Faturat janë tëra të paguara, muaj për muaj ti merr. Po ne nuk kemi as kur e plak fshati, as kryetar komune, nuk ka asnjë gjë. Unë jam ankuar edhe te kryetari, edhe te plaku fshatit dhe nuk ngrihet. Nuk kam çat bëj. Çfarë do ta nxjerrim te pusin? Jemi moshatar më të keq, nuk kemi lekë. Në 80.000 lekë me 100.000 lekë që marrin pension, atje faturat i paguaj të tëra. I kam asnjë gjë nuk i kam shtetit, borxh. As edhe një gjë, vetëm i kam të paguara çdo gjë. Edhe ujë s'kemi. Përballë kësaj problematike, banorët bëjnë apel të dëshpëruar për reagim nga institucionet përgjegjëse, ndërkohë që shoqëria rajonale e ujësjellës kanalizimeve Fier ka bërë të ditur se do të marrë masa të menjëhershme për furnizimin 8 orë në ditë me ujë të fshatit Vari Bob, ndërsa u ka bërë thirrje banorëve të jenë të kujdesshëm për të mos shpërdoruar ujin, pasi kërkesa gjatë muajve të verës është e lartë. Bizneset do të përfitojnë nga një paket e gjerë lehtësuese fiskale, ku do të fshihen gjobat për kuponin tatimor dhe pajisjet fiskale deri më 31 dhjetor 2024. Bizneset do të përfitojnë nga një paket e gjerë lehtësuese fiskale, pasi ligji për faljen e detyrimeve tatimore parashikon fshirjen e njësër gjobash dhe kamatvonesash të vendosura deri më 31 dhjetor 2024. Në listën e përfitimeve përfshihen gjobat për moslëshimin e kuponit tatimor, shkeljet që lidhen me pajisjet fiskale, deklarimet e vonuara si dhe dënimet të tjera administrative të vendosura automatikisht ose nga inspektorët tatimor. Administrata tatimore ka sqaruar se do të falen dhe gjobat për mos deklarim në afat, për deklarimin e të punësuarve, dorëzimin e vonuar të vendimeve të ortakëve dhe pasqyra financiare të periudhave deri më 31 dhjetor 2024. Për të përfituar nga falja e gjobave për deklarim të vonuar, subjektet duhet të dorëzojnë deklaratat e padorëzuara deri më 30 qershor 2026. Sipas kalendarit të zbatimit të ligjit, më 10 qershor 2026 nis procesi pagesës së detyrimeve për përfitimin nga skema e faljes.
Deri më 30 qershor 2026, tatim paguesit mund të paguajnë 50% të principalit për detyrimet e periudhës 2015-2019 dhe të përfitojnë fshirjen e 50% të pjesës së mbetur, ndërsa deri më 30 dhjetor 2026, pagesa e 75% të principalit do t'u jap mundësi të përfitojnë fshirjen e 25% të tij. Ligji parashikon gjithashtu fshirjen e gjobave dhe kamatvonesave për detyrimet tatimore të periudhës 2020-2024, në rast se paguhet 100% e principalit, si dhe shuarjen e detyrimeve për subjekte të çregjistruara deri më 31 dhjetor 2024. Kjo paketë synon të lehtësoj barrën fiskale të bizneseve dhe të nxjisë formalizimin e detyrimeve tatimore. Deputetët hungarez heqin dorë nga 40% e pagës së tyre për të lehtësuar buxhetin, duke u bërë kështu një shembull. Deputetët hungarez votuan një zëri të hënën për të ulur të ardhurat dhe shtesat e tyre me 40%, ndërsa kryeministri Peter Magyar synon të reduktoj kostot administrative. Kryeministri e përshkroi këtë veprim si një akt përullësie në një deklarat muajin e kaluar. Kritikët më parë kishin akuzuar ish kryeministrin Viktor Orban për ofrimin e pagave të larta në një përpjekje për të qetësuar deputetët e opozitës. Kryeministri aktual ishte ndër ata që kritikuan fort këtë praktik. Të gjithë 189 përfaqësuesit e pranishëm në legjislaturën prej 199 antarësh votuan për projektligjin, i paraqitur nga partia në pushtet TICA. Nga muaji i ardhshëm, deputetët hungarez do të marrin një pagë bazë bruto prej 3.690 eurosh. Kjo do të gjenerojë kursime ekuivalente me kostot operative të një viti të parlamentit, sipas shumicës konservatore. Rimbursimet e faturave të telefonisë celulare janë eliminuar së bashku me uljet e pagesave parlamentare për qiranë e zyrës, strehimin dhe shpenzimet e stafit. Magyar i lidhi reformat me përpjekjet më të gjëra për të rritur disiplinën fiskale dhe për të luftuar korrupsionin në shtetin antar të Bashkimit Evropian. Gjatë 16 viteve në pushtet të ish-liderit Viktor Orban, korrupsioni i kushtoi Hungarisë të paktën 186 miliardë euro, sipas autoritetit kombëtar të integritetit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.